Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër, kudo që të na ndiqni. Sot në studio jam së bashku me zotin Astrid Fani, përgjegjës i arshivës në Teatrin Migjeni të Shkodrës. Mirëmëngjes Astrid, mirë se erdhe në këtë mëngjes shkodran. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta, jam me fat. Ditë e bukur sot në këtë vjesht, bukur, zgjatën. Shumë e bukur ditë, edhe më herët në çelje të programit, unë e cilësova sepse një mëngjes të jep një ndjesi pozitive për të ecur pastaj në orët e tjera të ditës, të cilat kanë vrrullin e tyre, apo jo. Por puna juaj me arshivën të duket sikur të jep diçka tjetër, përveç zërave të ditës, të jep edhe zëra të largët dhe të afërt që qëndrojnë aty, thonë diçka, të kujtojnë, natyrisht kanë dëshirë që të nxirren, të promovohen gjithmonë. Nuk e di se si ndjehesh, çfarë ndjesie të jep kjo punë? Në rrallë parë është një përgjegjësi e madhe, domethënë si birë Shkodrës, si qytetari i Shkodrës, kur përballesh me një histori të tillë, duhet të kesh një përgjegjësi në rrallë parë. Në rrallë dytë është kënaqësi e madhe, sepse në çdo mëngjes kur hapi derën e arshivës, është një lloj ertë. Dhe nezi dritën. Dhe kur në të dritën, unë për fatin e madh thamë mirëmëngjes historisë së Teatrit Migjeni. Kjo është emocion, është histori, është përgjegjësi, është nder, dhe kur përballesh me historinë 69 vjeçare të Teatrit Migjeni, 60 vjeçare të estradës profesioniste, 60 vjeçare të orkestrës profesioniste të estradës, kur përballesh me gjithë ato kolost që kanë bërë këtë histori, që është një histori e veçantë në historinë e artit në shqiptar. Sepse kjo histori nuk ka fillu këtu. Pra, nuk ka fillu 69 vite më përpara. Ka fillu shumë vite më përpara. Me lvizjen e shoqatave kulturore gjatë viteve 20-30 ose edhe më përpara viteve 1910 prapa. Të gjitha këto në vitin 1949 merret një vendim i Këshillit Ministrat të asaj kohe në nëntor, me 24 në shtator të vitit 1949 për krijimin e trupës profesioniste të Teatrit Migjeni Shkodër. Një trup e vogël me një eksperiencë shumë të madhe, të mbartur me emocione që i kishin dhënë qytetarët e Shkodrës në lvizjen amatore të teatrave në Shkodër, të këtyre shoqatave kulturore, të cilat statistikat thojnë me aktivitete dhe me shfaqje të njëmosnjeshme, sikur ishin në një luftë artistike me një ambicie profesionale. Është e veçanta, prandaj thuhet kjo është Shkodra. Po kjo është Shkodra, ky e djepi, unë duhet të thënë një fakt tjetër, në dokumenta rezulton që në Shkodër viteve 30 unë e thamë me dhimje, po kanë 7 salla, dhe një më e vogla ka kanë me 250 vëna. Pra, kalojmë nga dhimja në optimizëm. Një trup me 8 vetë. Me një regjisor si Andrea Skanjeti. Po, regjisor i parë. Me një djalë Shkodrët me shumë kulturë. Me aktor profesionist 8 dhe me një armat tjetër aktorësh gjysmë profesionist. Dhe të përballesh me këto emra kur fillojnë në vitin 1949 dhe japin premierën e parë në mars të vitit 1950, shihet një gërshetim i profesionistëve dhe gjysmë profesionistëve. Pra, në atë kohë kishin menduar që edhe pa thojmë në gjuhën e futbollit dhe stoli, rezervë ishte aq i fuqishëm se sa për të futur në lojë intensivisht. Sepse për të bërë një fakt, kishim aktor gjys profesionist Zefi Ubanin edhe Tinka Kurtin. Po Zefi Ubani ishte kolosësh. Zefi Ubani ishte dhe punonte edhe llogaritar. Pra ishte emnu llogaritar në administratën e Teatrit 1949. Po kush ishin ta? Pra, të punosh unë kam edhe një lidhje tjetër, sepse unë kam qenë në moshën 12 vjeçare, pra flas për vitin 1975, kur kam marrë pjesë në shfaqjen e parë
me regjisore Violeta Cekun. Isha 12 vjeç edhe pothuajse të gjithë brezin, edhe brezin e parë, pothuajse të gjithë, kam provu ngrohtësinë, dashurinë, atë për kujdesin e tyre, dhe duke pas këtë fat dhe këtë fakt dhe këtë përgjegjësi që sot unë përballem jo me heshtin e tyre, unë flas me ta, ata flasin me mua, unë do të mundohem dhe do të mundohem vazhdimisht t'i kthej atë përkujdesjen që kam dhënë dikur për fëmijë. Unë duhet mu përkujdes. Mirënjohja është vërtet, dhe ndoshta këtë mirënjohje ata kanë shpërndar tek të gjithë hartëdashësit, tek gjithë ky spektator i mrekullueshëm, pa çka që njerëzit që kanë qenë më afër, më pranë, njohin edhe të veçantat e tyre. Në të vërtetë ka shumë të veçanta në jetën e këtyre aktorëve, artistëve, në këtë lëvizje të mrekullueshme, do thosha, apo jo? Pa diskutim, sepse ajo arkiv është themelu që në fillim. Është themelu nga një nga aktorët e parë profesionist, Paulin Lace, që unë e thashë habi derën mes dhe unë kam gjetë një foto të njerit Paulin, i cili është duke interpretuar me gisht kështu drejt. Dhe sa hapi derën në zitritën, edhe përballë kam Paulinin me gisht që thot amonet punën teme. Derim, respekt shumë për këtë njeri, për komplet për brezin. Është vërtet emocionuese dhe ndoshta ky mesazh që vjen nga vitet bëhet impuls në punën e përditshme. Shifra, fakte, flet volante, fotografi, nuk e di se çfarë mund gjendet aty, apo ja? Gjendet ka, fal, si stash edhe pak më përpara, fal Paulin Lacet, i cili deri në vitin 1975, ku ka punuar edhe me pas ka dalë pension, ishte një skrupulos, një teknik i madh në këtë profesion. Po e quaj profesion sepse siç thonë përpara, në atë kohë është marrë si shembull edhe për institucionet, por gjithmonë ka një por, por unë du me pa goten, gjysmë goten plot dhe e bosh. Prapa nuk ka pas për kujdesin, që është të vërtetë, për kujdesin e Paulin Lacet, një kohë kur ka qenë shembull i Paulin Lacet. Dhe unë jo vetëm, me ja kujtu vetë e kam vuat foto, merë shembullin e zotnis. Merë shembullin e dhe pastaj vitet e tranzicionit kanë bërë punën e vetë si çdo institucion tjetër. Ka. Por, shfrytëzoj rastin. Unë pak para se më marr në studion tuaj, unë takova drejtorin në Radio Shkodrës. Dashin. Dhe zëni Dashit unë i bëna një propozim si që bëj të gjithë familjarëve e të aktorëve dhe kontribuesve të gjitha sektorëve të teatrit më gjeni. Dhe i tregova që babaj Dashit ka qenë autor, regjisor, drejtues dhe aktor. Edhe nga punat që jam të bë, më rezulton pra si drejtues, si regjisor, pra mora shembullin takova Dashin. Edhe kërkova bashkëpunimin e Dashit për kështu. Këtë kërkoj edhe bashkëpunimin me të gjithë familjarët e aktorëve të çdo sektori në teatr më gjeni. Qoftë edhe teknikës, sepse një dokument i vogël, një foto na sjell prapa historinë. Pra, lutja ime është që ta mbajnë origjinalen, të marrin kopjen. Pra, të kontribojnë në pasurimin e kësaj arkive të mrekullueshme që flet çdo ditë, flet dhe mund të promovoj gjithmonë gjëra që kanë pak pluhur, do thosha, që të shkunden dhe kanë të drejtë të evidentohen. Prandaj themi që Shkodra ka këto vlera, ka këto personazhe që me mesazhet e tyre, por edhe me punën e përditshme lënë shumë gjurmë në jetën e qytetit të Shkodrës.
unë, ashtu si që the pak më përpara, pluhurin. Unë nuk tham shkuni e pluhurit, unë tham një fshirje lehtë e pluhurit, Shkodra prodhon art, prodhon kulturë, prodhon memorie. Dhe jo pa qëllim, në këto vitet e fundit, Teatri Migjeni ka dhe një jashtë premierave të caktuara që ka, ne bëjmë aktivitetet e memorjes. Për shembull, kena festu 80 vjetorin e të mallit Serafin Fang, hotel të 5 vjetorin e Nerit Kompit, Tinka Kurti, 80 vjetorin e Viktor Bruqetit. E shumë të tjera, dhe që henë vjushmëri. Ne kemi faqen e Facebook, faqen e teatrit, në qeni, dhe aty ne nxjerrim vazhdimisht për kujtimin e tyre me ditëlindjet e atyre që nuk janë më, atyre që kanë një përvjetor, të rasteve të veçanta, të përvjetoreve të premierave, apo i diçka tjetër, të disa fotove të veçanta, ta them sinqerisht sepse u emocionova të kenë edhe person kështu emotiv. Emocionohem sepse emocionohem për ditë. Shoh një letër që ajo ka shumë histori prapa. Shoh një foto që prapa nuk i ka të shkruar me emra të personat, thash kam pas fatin ti njoh. Të gjithë mund kem 1-2 që jam më dyshje, i shkruaj emrat, tu shkruaj emrat e tyre, të cilë emocionet. Unë shoh që ju keni disa dokumente dhe është bukur kur i shfleton ose kur mund të na i lançoni në Mirëmëngjes Shkodër. Po, kam marrë ca dokumente se një punojës arkivet, po dokumenta nuk mund. Natyrisht. Unë kam 2 vite ca që merrem me këtë punë dhe jo vetëm. Po, natyrisht. Edhe i kam vuj një detyrë vetës, mos të flajnë letrat. Po. Jam duke skeduar që nga fillimi dhe qëllimi jem është çdo gjë të skedohet, të para skedohet, që të redaktohet. Pra të sitet. Dhe të them të drejtën është një punë shumë e madhe. Unë kam filluar që nga viti 49, jam në vitin 1985. Për këto vite, për trupin e teatrit, jam gjendje të flas pa pushim, të flas me orë dhe me net. Prandaj është fat edhe përgjegjësi, është edhe ajo që thashtë më. Në qoftë se ne do të shohim çfarë, për shembull Teatri Migjeni në 69 vjetorin që ka të nënor, ka 1220 premiera. Dhe të shohësh që nga premiera e parë dhe shumë kemi disa shifra të cilët janë vërtet emocionuese dhe të pabesueshme, e theksoj të pabesueshme sot. Domethënë nuk mund të imagjinohet kur Shkodra si qytet në vitin 1953 mund të kenë qenë me 45.000 banorë. Kooperaci të jepe 67 herë dhe të shifej me... Çfarë shifre? E jashtëzakonshme. Dhe të kishte njeks 27.600. 67 herë. Po s'ka 67 herë. Ka 500 herë. Po? Është shumë? Po, ka edhe 500 herë. Pretendohet që ka 500 herë, po me shifrat që kam deri tani, unë për shembull fishekun paj, e cila është në vitin 1967, deri në këtë që kam skeduar me unë, në çfaqen se s'po i lexoj desa, në çfaqen e 256, ka 111.434 spektatorë. Dhe ju i mbanin mend kështu? 111.434 spektatorë. Edhe sa të shumë fishuar, sepse unë, natyrisht ne kemi qenë në mosha të hershme atëherë dhe kur e jepte Radio Shkodra, Zef Jubani në interpretimin kur e kishin marrë parat, ishte vërtet rënqethse dhe sa herë kemi dëgjuar. Pra kjo shifër edhe shumë fishohet nga transmetimet në radio. Po tjetër, pra këta janë fatet dhe unë një nga punë tjera
ne që e kemi domethënë si po e quajmë atë fjalën e madhe politik bërje. S'bojmë politikë, ne bëjmë art. E artit. Pa, e artit. Unë bashkëpunoj edhe i bëj thirrje, shfrytëzoj rastin drejtorave të shkollave, mësuesve të letërsisë, e kanë filluar vjet dhe kanë pas rezultat. Që orën e qytetarisë në ciklin 9 vjeçar vinë të bëjnë teatr sepse kanë si orë për me njohë teatrin. Të njohin historinë, edhe nxënësit e shkollave të mesme kanë orën e teatrit, vinë të bëjnë teatr. Dhe e kanë bë, domethënë kanë ardhur shumë nxënës të shkollave dhe ajo që me jep pak rrëdhimi edhe pak kënaqësi, nuk di më ndo. Kur hin teatr të gjithë heshtin. Unë i them mirë se ardh. Dhe çoj dorën kush ka hi për herë të parë në teatr. S'po flas për mosha të reja, për fëmijët, po flas më ashtu. Është e dhimbshme. Çoj dorën rreth 80%. Dhe prandaj është detyrë e çdo punojësit të institucionit, është detyrë juaja me emisionin në radio, është detyra qytetare gjithë secilit përmes sjellë edhe një herë vlerat e tham një pafundësisht vlerat artistike. Natyrisht është diçka shumë e nevojshme, shumë e për të mos thënë domosdoshme. Arti ndërton gjithmonë, kam parasysh vite më herët kur me Faret Elaze bëja një intervistë dhe detyra e artit është shumë e madhe. Një njeri që dëshiron të vijë në teatr për të parë një shfaqje, ja 2 ose 3 ditë përgatitet dhe vjen dhe pastaj mund të shkoj dhe një javë me atë mbres. Ja pra se çfarë pasurie shpirtërore të jep ardhja në një institucion të tillë, me shfaqjen, me çdo gjë, me sallën, me atë dëgjim, me shikimin, me çdo gjë që paraqitet aty në radhë të parë me thelbin. Dhe për me ushqy këtë, kur vinë nxënësit e shkollave të vjeçare dhe të mesme, kanë ardhur studentët e universitetit. Mikja jame Vëlbuna Gërakaçi që jep komunikim, vjen e bën leksionin e komunikimit në teatr. Ngrej pak zërin se Po, e kam natyrë për me fol letë. Edhe ka për me bë lëndën e komunikimit. Kjo është thirrja jame, por kur i fus nxënësit në sallë, do më tregu atë emocionin e para përgatitjes, i them ju keni hi për herë të parë. Dhe ja shpjegoj, kjo është plateja, kjo është amfiteatri, këto janë lozhet, kjo është galeria, për me i tregu që ju mos t'jeni në hall, kur të merrni biletën dhe hini në sallë, ta dini vendin pra që mos njiheni ngushtë. Dhe tjetra, kush din me recitu, kush ka përgatit diçka dhe i hypi dhe në skenë. Satisfaksioni i tyre është shumë i madh, dhe kur hypi dhe në skenë dhe thojnë domethënë, ajo orë ik nga teatri pa çfaqe me emocionin e teatrit. Po shumë e ushqyer në shpirt. Po që të flas kur kësaj rinie apo të tjerëve të cilët pyesin ose vizitojnë ose kërkojnë diçka, i tham për shembull të mallin Serafin Fanku e njohin si regjisor, por Serafin Fanku nuk është vetëm regjisor, i mall, shumë i mall. Është aktor, është autor. Ka kanë moshën 27 vjeçare kur ka shkruar dramën e parë dhe është bu në skenë në teatrin Migjeni. Kur ishte 27 vjeç. Fakte të bukura. Po është skenograf. Po. Çfarë mund të them unë rinis apo ju apo qytetarëve që ndoshta e kanë harruar Bep Shiroka? Mund ta njohin Bepin, sot mund ta njohin Bepin, domethënë thonë çifti i lumtur, Bepi edhe e lidhen me çiftin e lumtur. Jo. Bep Shiroka jo vetëm aktor i madh. I 2 planësh, i rrallë. Dramatik dhe komik. I rrallë, por edhe një skenograf i shkëlqyer. Skenografia e parë e Bep Shirokës është tek Zekthi. Bajmë lidhjen moshën e Bepit, Zekthi, Bepi, Serafini, e sa Toktrova, këta personazhe, imagjinoni se si ka kanë shfaqje. E famshme. Fantastike, mbreslanse, që jehon edhe sot. Kur ne i përmandim me shumë respekt.
Të gjitha këta, pra janë disa fakte, kjo është thirrja jame, çdo qytetari që ka një letër, i kthehem edhe një herë te edukata Paulin Laca. Pse kthehem te edukata Paulin Laca? Sepse siç thonë, Paulin Laca ka një letër që ja ka lënë baba e tij, që në rrugë ka kanë shkelur me kam, dhe ajo letër është një flet palosje që në Shkodër ka ardhur një grup artistik dhe ka lënë çfarë 1911 dhe aty në mes kangëve të huja ka lë kangë kineze. Pra, në Shkodër 1911 është në kangë kineze. Dhe këte e ka baj na e sjell në kohë sot edukata e familjes Lacaj që transmetohet. Respekt i jashtëzakonshëm për këto njerëz. Unë mora me vete një dokument i cilin në vitin 1969 drejtori i institucionit i kërkon gjitha aktorëve që të shkruajnë rolet që kanë luajtur. Sepse ai ka dosh me rakordu Paulini, domethënë është i saktë apo nuk është i saktë. Dhe që bën Paulini për vete. Sepse këtu janë pafundësisht letrat dhe për vete thot: kam luajt kaq herë si aktor amator. Pra, sipas listës numër 2. Në CV-n e Paulin Lacaj, të cilën më falni se po ju ndërpres në një intervistë që unë kam realizuar kohët e fundit me aktorin mjeshtrin e madh Zef Deda, e ka përmendur si një ndër mësuesit e parë të tij të aktrimit në Shtëpinë e Pionierit. Po, para se të japim shifrat e Paulinit, me që përmende aktorin e madh Zef Deda, është arkivi i teatrit që vërteton që skenografi i parë i trupës profesioniste është baba i Zef Dedës. Këto janë fakte shumë të rëndësishme, me shumë emocionuese që duhet evidentohet. Dhe Paulin Laca thot, ka bërë listën se sa herë ka luajtur në skenë para vitit 49 dhe pas vitit 49 dhe i rezulton një shifër që 551.972 spektator e kanë pa Paulin Lacën deri në vitin 1969. Çfarë thua më burr? Kaq një shifër kaq. Atëherë gjithsej kam marrë pjesë në 69 premiera. Kam luajtur në skenë 1457 herë dhe më kanë pa 551.972 spektator. Shkodër me 30/6/1969 Paulin Laca. Dhe këto janë dokumenta autentik me shkrimin, por edhe me një vërtetësi absolute. Rregull me një skrupulozitet të tejskajshëm. Astrid, të qëndrosh me këto shifra, me këto tregues, me këto gjëra vërtet është shumë interesante. Besoj se edhe dëgjuesit janë të një mendje me mua në këto momente që po na ndjekin. Dhe ndoshta biseda jon e ka të vështirë të përfundoj, sepse e tillë është veprimtaria e teatrit Migjeni, e cila vazhdon të shkruhet, vazhdon të jetë intensive dhe shumë e bukur. Në fakt ju pak më herët përmendët që keni një faqe në Facebook. Keni menduar që të krijoni një website të teatrit Migjeni, sepse jo vetëm ja vlen, po ja super vlen. Është menduar, janë vendosur themelet. Janë vendosur themelet, por puna ka met tek e vërteta. Pse tek e vërteta? Këtë punë që jam të bën, mund të hapet një faqe. Po. Shumë lehtë është. Po shumë. Dhe të hillen çdo gjë. Jo. Ajo që të hillet ashtu si duhet. Shumë e saktë. Ju deri në 83-shin keni mbërritur duke i kapur të gjitha me dorë, në kuptimin e fakteve, të personazheve, dhe po vazhdoni ditë pas dite. Por ndërkohë arkiva e teatrit Migjeni, të nderuar dëgjues, besoj se ju e njihni Astrid Fanin, nuk është thjesht një në punës me cilësitë e rregullta të një punonjësi të arshivës. Dimensioni i tij është akoma më i gjerë, do thosha, një njohës i artit. Ai vetë tha që në moshën 12 vjeçare jam takuar përsa afërmi me këtë aktor, por që gjatë viteve të tij ka lëvruar dhe vazhdon të lëvroj artin, është pjesëmarrës në disa filma artistik dhe në jetën skenike, por çdo ditë Astridin ose javë për javë
pothuajse. Artëdarësit e shohin në moderimin e mjaft të veprimtarive të shumta që zhvillohen artistike, kulturore në qytetin ton. Astrid, i thash të gjithë, u mundova të thosha diçka, por ndoshta kam shumë interes të di rreth jetës suaj artistike, pjesëmarrjes në filma, në skenë etj. Faleminderit, nuk jam mësuar me fol për veten. Fillimet e para, domethënë, i kam tek shkolla 8 vjeçare asaj kohe, Shtëpia e Pionerit, prezantimi i festivaleve lokale dhe kombëtare. Me fat, se kur u bë 50 vjetori i festivalit Mare Kombëtar, ishin të ftuar si moderator të speaker, dhe të viteve speakeri i festivalit më tha unë bën diçka me qesh. Unë nuk mundem i thash në këtë moment me bë me qesh, sepse jam shumë serios, jam shumë emocionum, sepse më ka taku fati për me prezentu atëherë kur ishim fare të ri Inga Mbulen, Ardi Gjebrenza në Qetlin, dhe të prezentosha muzika, për shembull Avni Mula, Nardeta, e shumë të tjerë, pra emocioni që vjen që në vitet e hershme të fëmijërisë. Aktivizimi i teatrit Migjeni, aktivizimi me klubin e rinis, aktivizimi në filma, janë disa filma me role episodike, role dyta, kam marrë pjesë në çfaqet, kam pas fatallë të jem me Serafin Fankun, me Leskadrin, me Violeta Sekun, me gjithë regjisorët e teatrit. Këtu në role dyta, po ishte një fatimall të ishte në rolin e dytë. Natyrisht ka një rëndësi. Ku armata e aktorëve profesionistë atëherë ishte shumë e madhe, nuk është si sot. Të gjitha këta më kanë sjellë atë, sepse këto janë lidh me të mbrëmshmen teme, me dashnin që kam unë për artin, në qytetin. Pse nuk e vazhduat për aktrim shkollë? Nuk më pëlqen për me fol për historitë të vjetra, që unë merrem me historitë të vjetra, por për historitë të vjetra të mia jo. Të letë merrem me të tjerët. E gjithsesi nuk keni qëndruar as pak larg artit, edhe vazhdoni çdo ditë edhe me rolin e moderimit, i cili besoj që për ju lidhet organikisht me sallën, me personazhin për cilin ju flisni, me komunikimin e drejt për drejt me aktorët pjesëmarrës të këtyre eventeve kulturore. Si e realizoni ju këtë? Ajo kërkon një infrastrukturë përpara, eksperienca në shumë vite dhe shkalla e njohjes, tu qenë qytetar i Shkodrës, tu njoh shumë personazhe, tu lexu. Të sjell për me kriju një infrastrukturë të duhur, të cilën në qoftë se do të bëj nesër një emision për Merita Sokol. Ne njihemi shumë herët. Por ama duhet shohim edhe faktorët e sotëm, duhet shohim fushën e gjërave të veprimtarisë, dhe cila është objektivi kryesor i takimit. Po, natyrisht. Domethënë, po t'jap shembull konkret. Gazetari ju i kry redaktori, nuk e di Adrian Hoti. Më vjen dhe më thot, du me bërë mrekullueshëm e qytetari mirë, etj. Shumë atribute të tjera. Se të moderimin e promovimit librit tim, se du me bëha ti. I thosh, jo, në fillim. Sepse është përgjithësi. Sepse ishin 34 intervista. 34 intervista, unë shoh vetin shumë të vogël për para aty në personazheve që kishin dhënë intervistat te Ati. Në fund, atje unë kam pa një emocion shumë të madh, sa ka fillu, kam kanë për lotën, dhe thash, unë kam fatin e madh, që solla ishte mbushur plot, vetëm unë e kisha atë fat, e theksova, që pash një qytetari në sallë, ju pash ju me lotën se. Është e vërtetë. Po mirë, gjithë këto pjesëmarrje, ju patjetër jeni personazh, faktor dhe aktor i tyre.
keni mundur, mendoni t'ja arshivoni, jo thjesht të teatri, por edhe të teatri. Pse janë shumë personazhe që lëvrin këtu. Atëherë është detyra ime që unë të arshivoj aktivitetet që bëhen për teatrin në teatr. Dhe jo aktivitetet që bën Astriti për jashtë. Si këto mbesin në një arkiv tjetër anekse? Pa, ata mesin në arkiv në shtëpi, por unë jam si puna ati zanatlist që këpuc stari ka këpuc të prishër. E ndodh shpesh kjo për shumë të tjerë, por gjithsesi edhe veprimtarit për teatrin e pasurojnë përsëri arkiven e teatrit. Në fakt sa e aksesueshme për studiuesit, shkrimtarët, njerëzit që interesohen për figurat është arkiva e teatrit? Jo shumë. Para pak ditësh profesor Gjejt Bushati bëni një promovimin e librit ti për Nën Burrat. Po. Burra të vdekur të gjallë. Të gjallë. Edhe aty në promovim kam fol vetëm 2 fjalë dhe i thash është i vetmi burr që vjen në arkivin e teatrit dhe ringjall burrat. Sepse në 9 personazhet e librit të Gjejt Bushatit 3 ishin personazhe të lidhur me teatrin. Dhe në fakt Xhahidi ka punuar shumë për figurat e teatrit dhe ka gati me sa diun botime për portretet e tyre, për veprimtarinë e tyre. Është pothuajse i përmuajshëm në shtyp. Merr personazhe të njohur dhe pak të njohur, që është shumë pozitive. Xhahidi nuk pran, po së punuari, vazhdon. Absolutisht shumë vazhdon. Dhe këtë e ka të shtrirë në vite, me sa diun. Megjithatë, të qëndroj pyetjes janë pak, por nuk kanë faj, thomon. Sepse vitet e tranzicionit kanë bë punën e vet. Nuk e di, po teatri ka fillu ka një ringjallje. Dhe kjo ringjallje, unë pranoj më edhe shifrat statistikat, që në vitin 2016, që i kanë fillu punën, të flasim, të më thonë, viti 2017, se 2016 e kanë 6 muaj në rekonstruksion të teatrit. Viti 2017 janë 41.000 spektatorë që i kanë hingë gjithë vitit, janë dhënë 133 aktivitete nga teatri dhe nga të tjerët në teatr. Pra, dyert e teatrit kanë 133 ditë të hapura. Po 133 ditë i thojnë në një ditë të gjysmë gati, shumë në mesatarja. Kjo atmosferë, ky udhëzim, sjell perspektivën e zimit të interesit të qoftë edhe të spektatorit të thjeshtë, dhe spektatorit tjetër qoftë edhe studiuesve. Qëllimi jem final, jo jemi, domethënë qëllimi i teatrit është që nesër mëse kjo arshiv të bëhet jo vetëm arshiv për me studiu dikush, por arshiv që të vizitohet, që të ketë Ciceronin e duhur, që të jetë sallë konferencash të vogla, të cilat mund studiohen sepse studimet janë nga ma në fund qoftë për figurat, qoftë për tematiken që është ndjek, flasim për realizmin socialist, për me dosh me e ka një interpretimin edhe për nxënësit e studentët, një student është shumë bukur që t'i riferohet figurave të ndryshme, shfaqjeve. Jemi në hapat e parë, po jemi në hapat e sigurt, sa mund. Më herët ju bët Astrid një thirrje për njerëzit që kanë lidhje, që kanë patur lidhje me teatrin, ta pasurojnë atë me dokumente. Mos harrojmë të përmendim dhe dhuratën e familjes së Tano Banushit me arshivën e tij, apo jo? Po, ajo për mu përmend, mu për ul. Të për ulemi. 2 djemt të mallit Tano Banushi janë edhe miqtë e mi, me tani është mik jam i hershëm i viteve të gjimnazit. Edhe Mojsi, ai veprimi i tyre është aq fisnik, është qytetar, aq i bukur është, sepse Tanoja ka qenë, po them, nërthojza një konkurrent me Paulin Dacin.
sepse Tanaja ka qenë edhe ai shumë skrupulos në muajtin e koleksionist. Dhe është fat që kjo arshivë personale e Tanës vjen teatrit Migjeni për arsye sepse në mas viteve 75, domethënë nëse do të kena një ramë interesit të statistikave të trupës së estradës, i kemi të Tanaja, kjo është sens. Ky shembull i Dinëve të Tanos, shembulli për të gjithë, sepse sjellim histori, nuk me ke flas të tham. I tham, jo për ty, jo për mua, jo për teatrin, për një patuj. Një patuj kur të vinë edhe kanë me po atë çaj ka bëgjyshi, ja. Sa bukur. Kjo është tradita. Kjo është ai shtrati i madh që na bën të vendosim kokën dhe të ndjejmë pulsin e qytetit të Shkodrës, e artit, e artistëve të mrekullueshëm, e kollozëve të artit, të cilët jo vetëm në Shkodër, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më tej e kanë famën e tyre, duar trokitjet, çdo gjë që lidhet me aktivitetin e tyre artistik. Këtë ditë, Astrid, me çfarë po merresh? Këtë ditë personalisht. Natyrisht Personalisht jam të marr se unë bëj edhe një detyrë që dikush tjetër më paragjykon. Unë e quaj fisnikëri, e quaj detyrë shumë të rëndësishme. Unë jam biletashitsi i teatrit Migjeni. E kam marrë këtë detyrë si detyra të tjera me një qëllim. Qëllimi është që çdo qytetar të vinë në sportelin e teatrit, të kalojmë të ajo para përgatitja që i thot ju pak më përpara, të marrë biletën, të hynë me biletën në teatr, të qëndroj në vendin e vetën në teatr, dhe më jep satisfaksion të veçantë kjo punë, dikuj mund t'i duket paradoks, mua më pëlqen, sepse lidhem me qytetarët e Shkodrës, më telefonojnë, rezervojnë. Pra, jemi në prak të festivalit Lulebor. E u bën 3 vite që bëhet, po bëhet një traditë shumë e bukur. Skena e teatrit është mush me Lulebor. Dhe qytetari i Shkodrës me lulen e burës, me festivalin, me artin, me teatrin, në fund po i bëj qefin vetit edhe me biletashitsin. Natyrisht. Pra kjo lidhje shpirtërore, pra flas po shesim edhe biletat dhe pas Luleborës kemi premierën e estradës. Premiera e estradës e cila vjen në prag të 60 vjetorit të estradës. I sakt, duhet jemi sakt, me datë 1 mund të jetë premiera. Dhe po. Ashtu? Po, ka përgatitje të mëdha. Unë që ka patur një përgatitje me figurat, me evidentimin e figurave, Arjan Çuliqi ka punuar. Po, Arjan Çuliqi është skenaristi, po them skenaristi, autori i tekstit, regjisor Besnik Qinari, pjesëmarrja e zakonshme dhe jashtëzakonshme, pra vjen si pjesëtare si zakonisht, por pjesëmarrja është e zakonshme e mjeshtës madhe Zilja Miloti, edhe trupës tjetër të estradës, bashkë me orkestrën, me këngëtarët profesionistë, do të ketë një ndërthurje, nuk më takon mua me anoncu në fillim, po me që erdhi emisioni dhe jam i statistikave, jam i detyruar për me e thonë. Jo, po, emisioni ynë është edhe emision informativ, ne sapo tham që spektatorët bëhen gati për të ardhur, dhe për të ardhur duhet një informacion. Dhe në ditët e para të nëntorit, festohet edhe 60 vjetori i estradës, e cila është bashkëpunimi i teatrit Migjeni me televizionin shqiptar, pra me ju. Me neve, me shtëpinë tonë të madhe. Me shtëpinë tuaj të madhe, po përgatitet një dokumentar për 60 vjetorit, është përgatitur më, dhe aty do të shfaqet historia e estradës profesioniste të Shkodrës. Na ke futur në vite, por duke pulsuar në kohë. Nderim, respekt, mirënjohje, krenari për këto njerëz sa të thjesht, aq edhe madhështor, por nderim dhe për punën tuaj. Dhe të gjithë atyre që kanë punuar në arshivën e teatrit Migjeni.
të përmenden me radhë, në këtë rast të bëhen gabime, por ndjej vërtet një emocion të madh dhe besoj se edhe dëgjuesit që janë bashkuar në valët tona ndjejnë këtë afeksion që gjithmonë teatri ka patur në qytetin e Shkodrës, por jo vetëm. Më lejo të them, Astrid, që je i privilegjuar në një punë të tillë mes këtyre kolozëve, por duhet të jemi dhe mirë njohës për pasionin dhe këmbguljen me të cilën çdo ditë ti punon për të evidentuar, për të sistemuar, për të bërë të aksesueshëm këtë sektor shumë të rëndësishëm të kujtesës së teatrit Migjeni. S'më mbetet gjë tjetër përveç konsideratave të falenderoj që ishit sot në studion Mirëmëngjes Shkodër. Ishte një takim i radhës, besoj. Faleminderit ju, faleminderit edhe dëgjuesit të Radio Shkodrës. Nuk du me e bëha si kompensim lëvdatash, kështu po. Në qovë se thash pak më përpara, ka një rizim të teatrit Migjeni. E shoh që ka një rizim Radio Shkodra. E shoh me të vërtet për arsye se me emisionet që ndoshta i keni bërë edhe më përpara, ndoshta edhe rrjetet sociale kanë ndikimin e vet, por kanë ndikim të ti edhe Facebooku. Por ka i diçka tjetër, është e vërtet, por ka i diçka tjetër, puna që jeni të bëjë dhe ju, ndoshta më që jena afër si institucione, shohim kush e bën më mirë. Jo, po kjo është një garë e bukur, atëherë se gjithmonë garat të japin rezultate dhe të bëjnë që të mos mbesësh në vend. Qyteti është shumë i rëndësishëm, si për mua, si për ty, si për institucionin Radio Shkodër, si për teatrin Migjeni. Qytetin e bëjmë na. Qytetin e bëjnë institucionet, domethënë Shkodra është shumë e rëndësishme të jetë Shkodër, siç ka kanë ndikur. Më pëlqen shumë përgjegjësia, Astrid, dhe me këtë përgjegjësi që ju ndjeni, e natyrisht që duhet të përhapen tek të gjithë, është një kusht shumë i mirë i punës dhe i pulsimit të çdo dite, që jo vetëm ne si njerëz që punojmë në këtë sektor, në këto sektore, por duke e shpërndar këtë, të ndjejmë gjithmonë një motiv shumë më të fortë për të dhënë të tjerëve. Dhe për këtë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj edhe një herë për atë çfarë ju thatë sot në program, edhe të